Rrufeja shkakton zjarr në banesën 2 katëshe në Shkodër, shtëpia shkërmbohet tërësisht nga flakët. Një shtëpi banimi është djegur nga flakët në fshatin Preknicaj të Shkrelit në Malsinë e Madhe. Zjarri mësohet se ka rënë rreth orës 02 të natës në shtëpinë 2 katëshe të shtetasit Zef Preknicaj. Pavarësisht ndërhyrjes së zjarrfiksëve, banesa në fjalë është shkërmuar plotësisht, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale, ndërsa nuk ka persona të lënduar në njerëz. Shkaku i rënies së zjarrit nga hetimet paraprake mendohet të jenë shkarkesat elektrike për shkak të kushteve atmosferike të përkeqësuara në 24 orët e fundit. Një rrufe mendohet se ka shkaktuar në këtë shtëpi zjarrin, e cila dogji më pas shtëpinë. Grupet e punës të bashkive bashkë me emergjencat civile dhe forcat e ushtrisë, grupet e OSHE dhe institucioneve të tjera janë në gatishmëri për çdo situatë emergjente. Emergjencat bëjnë thirrje që banorët të shmangin lëvizje të panevojshme, kryesisht në zonat malore të qarkut Shkodër.